Hapi parë është dorashkat, syzet mbrojtëse dhe maska mbrojtëse. Duke qenë se procesi sapunifikimit është proces kimik, ka probleme të cilat, për shembull, një spërkal mund të shkojë në sy, mund të shkojë në dorë, të djeg, kështu që duhen përdorur patjetër. Vendosim maskën. Ashtu, vendosim dhe syzet. Le të fillojmë. Baza e krijimit të çdo sapuni është yndyrna, sodë kaustike dhe ujë i distiluar, ose mund ta zvendçojmë me qumësht dhije, qumësht gomarice, lëng karote, xhelin e aloe veras e tjerë. Pra, kjo është formula bazë. Sigurisht vaji mund të jetë vaj ulliri, përzierje të ndryshme, në vazhdimsi do shikoni edhe llojet e tjera të yndyrnave që unë do përdor. Këtu kemi gjalp kakaoje, vaj bajameje të ëmbël, vaj kokosi, gjithashtu do përdorim vajin e recinit, do ta vendosim pak më vonë. Do ta shikoni procesin në vazhdimsi. Pastaj do shtojmë dhe gjëra të tjera që janë speci djegës, ginger, argjile kuqe dhe vajin esencial. Unë kam zgjedhur vajin esencial të mëllagës, por mund të vendosim çdo lloj vaj esencial në varësi të preferencës. Së pari do fillojmë procesin duke bërë solucionin e sodës kaustike. Do të bëjmë peshimin. Peshimi duhet të jetë sa më rigoroz, duhet të peshojmë edhe 1 gram ka vlerën e tij dhe na krijon, për shembull, nëse ne do të vendosim më shumë sodë kaustike se ç'duhet, sapuni do të jetë shumë i ashpër me lëkurën dhe mund të krijojë problematika. Në një anë tjetër do peshojmë ujin e distiluar. Do fillojmë do hedhim sodën kaustike, avash do hedhim te uji i distiluar, po duhet hedhur shumë me kujdes, sepse fillon të krijojë nxehtësi dhe ka dhe avuj, të cilët dëmtojnë. Prandaj dhe në këtë rast përdoret maska te pjesa e fytyrës. Asnjëherë nuk duhet hedhim ujin tek soda, gjithmonë sodën në ujë. Dhe avash. Ja fillojmë tani me procesin. Duke hedhur, duke shkrirë, në mënyrë që temperatura të vazhdojë të rritet gradualisht, jo në mënyrë të menjëhershme. Dhe siç e shikoni, kam përdorur vetëm kontenitor plastik. Absolutisht nuk duhen përdorur kontenitor alumini ose qelçi, sepse temperatura rritet shumë dhe krijon probleme. Kontenitori i qelçit mund të thyet, ndërsa kontenitori i aluminit dëmtohet. Duhet jemi pak të duruar këtu. Tani kjo është pjesa më e thjeshtë, sepse po të jetë për shembull qumësht dhije ose xheli aloe veras ose qumësht gomarice, unë zakonisht i ngri dhe i përdor të ngrirë, në mënyrë që të rriten sa më pak temperatura dhe të dëmtohet sa më pak qumshti ose xheli aloe verës. Duhet hedhur çdo gram në mënyrë që formula të mos ndryshojë, formula e sapunit. Edhe pak. Ndërkohë që solucioni i sodës është duke u ftohur, ne do vazhdojmë të procedojmë me pjesën e vajrave. Do shkrim vajrat e ngurtë, do i përziejmë dhe vazhdojmë me procesin. Duhet kemi shumë kujdes, në momenti që jemi duke bërë sapun, nuk duhet kemi fëmijë ose kafshë shtëpiake vërdall, pasi solucioni i sodës kaustike është i rrezikshëm. Tani do fillojmë me vajrat. Peshojmë. Ky është gjalpi kakaos, që është në gjendje të ngurtë, 57 gram. Do shtojmë vajin e kokosit, është edhe ky në gjendje të ngurtë në temperaturë ambienti. Praktikisht ne do ta hedhim të gjithë këtë kavanozin. Ja, kaq ishte. Atëherë këto tani do t'i shkrim ose në banjmari ose në mikroval. Unë zakonisht i shkrim në banjmari. Ndërkohë do peshojmë vajrat e lëngshëm. Ne nisim me vajin e ullirit.
Sigurisht është në sasin më të madhe, kanë një kosto të caktuar, sepse janë 100% natyrale, vaj ullirit sigurisht, që kanë ardhur në rritje. Do shtojmë vajin e bajames. Në njën tjetër, do peshojmë vajin e kastorit, të cilin do ta hedhim në fund fare, për shkak se duam që të krijojmë efektin anticelulit në sapun. Duke qenë se unë në produktet e mia vendos dhe për shembull gjalpshia, gjalp kakaoje e produkte tjera të cilat janë produkte importi, sigurisht që dhe kostoja vjen duke u rritur. Po hedhim dhe vajin esencial, e përzijmë bashkë që t'i kemi gati për më vonë. Do presim të shkrijmë ato. Kjo është gjithmonë në funksion të rritjes së cilësisë së produktit. Në fillim e kam nisur me formulat gatshme, të cilat i gjeja në internet, në YouTube. Pastaj avash duke qenë se më ngeleshin sasi vajrash të ndryshëm, fillova që ishte dhe nevoja për t'i përzier, të përdorja ato vajra që nuk i kisha përdorur më parë, kështu që mu desh që të krijoja sapun të mi të parë. Imagjinoni, domethënë të ecni në market, në raftet e marketit, dhe mendojni vetëm të krijoni vetë jo ato gjëra, po gjëra shumë që s'kan krahasim, ta krijosh diçka nga zeroja, ta krijosh nga një vaj i thjesht, nga një bime mbledhur aty në kopësht, krijosh diçka të mirë për lëkurën, është një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe unë s'rresht kur së krijuari, së lexuari dhe formuluari futjes së bimëve të ndryshme në formulimet e mia. Është vërtet një punë shumë e bukur dhe unë nuk e quaj punë, sepse kur puna niset si pasion, nuk është punë. Sigurisht ka vështirësitë e saj, ka vështirësi të mëdha, sepse ka sakrifica të llojeve të ndryshme në shumë vite, sidomos në vitet e parë. Kam, le të themi, investuar, kam shpenzuar në formulime në pafund. Edhe duke qenë se edhe tregu ka qenë ky që ka qenë, sepse ka ndryshuar shumë për mirë tregu i përdorimit të këtyre produkteve, edhe gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar, po sigurisht vështirësia ka qenë dhe vazhdon të jetë. Megjithatë, kënaqësia është e tillë që unë nuk rresht së krijuari dhe rikrijuari. Tani këto janë gjalprat e ngurta që ne shkrim në banjmari, do t'i bashkojmë bashkë me vajrat e lëngshëm, me vajin e ullirit dhe vajin e bajames në rastin konkret. Nuk duhet lëmë asnjë pikë, duhet të mundohemi që ta heqim të gjithë vajin nga ena, në mënyrë që formulimi mos të ndryshojë. Dhe tani do vazhdojmë me procesin. Përdorim dhe një kulles në mënyrë që edhe nëse ka ngelur sado pak sodë kaustike e pa shkrirë, ne të mos rrezikojmë ta hedhim ashtu në pjesën e vajrave. Bashkojmë vajrat me solucionin kaustik, pa kujdes, në mënyrë që mos të hedhim stërkala, sepse sigurisht që stërkalat janë ato që janë të rrezikshme. Trazojmë avash me spatull. Këtu ka filluar të ngrohet ena, sepse kanë filluar të bëjnë reaksion me njëra tjetrën lëndët, duke ardhur edhe duke u nxehur akoma më shumë. Do përdorim mikserin elektrik, që ndihmon shumë, shkurton shumë kohë. Ky është ai rasti kur teknologjia bashkëvepron me artizanatin, me gjërat e thjeshta të bëra me dorë. Atëherë këtu duhet gjithmonë mikseri të jetë i zhytur brenda, sepse po të jetë këtu krijon stërkalat, të cilat janë shumë të rrezikshme. Edhe fillojmë të trazojmë. Duke trazuar, duke ndaluar. Filloj të trashet. Avash me pak durim. Ky është një proces që në varësi të llojit të vajrave që ne kemi vendosur, mund të zgjasë nga shumë pak minuta, si në rastin ton, edhe në disi më tepër, sepse për shembull në rastin e përdorimit vetëm të vajit të ullirit, ky procesi i trashjes, i mpiksjes është pak më i avashtë.
Kurse në rastin tonë, nga që ka gjalp kakao, ka vaj kokosi brenda, arrihet më shpejt. Është ai momenti që ne duhet të arrijmë një konsistencë të tillë që të ketë një trajt si pune muale bis së fëmijëve që përdorim ne në kuzhinat tona. Do shtojmë edhe, si që thash, që vajin e kastorit, vajin e recinit, bashkë me vajin esencial, po i hedhim tani në fund, në mënyrë që efekti anticelulit të jetë sa më i mirë, sa më i fortë. Vazhdojmë. Do hedhim dhe ata përbërësit e veçantë që ju tregova në fillim, që janë speci djegës. Ky është një sapun që djeg pak, por të jeni të sigurt që është shumë i mirë kundër celulitit. Hodhëm specin djegës. Po grim dhe gjinxherin këtu. Ta grim dhe një qik të sigurojmë që është grirë mirë. Hedhim dhe gjinxherin. Tani trazojmë akoma, që ti një trajtësojmë. Këtu duhet kemi kujdes sepse speci djegës ka vetin që ta shtoj akoma në tepër temperaturën e sapunit këtu dhe neve të na e dëmtoj sapunin. Mund të bëj vulkan, si i thonë. Në varësi të preferencës, për shembull mund të ndryshoj vajrat esencial që përdor, mund të ndryshoj pamjen, formën e sapunëve. Kurse pjesë e formulimit është bazik dhe nuk ndryshon, po sigurisht që formulat janë të ndryshme, sepse ka sapun për lëkurë të ndryshme, ka sapun për lëkurë të thatë, për lëkurë normale e kështu me radhë. Formulat janë të ndryshme, sigurisht, domethënë lloji i vajrave që përdoret, por edhe i vajrave esencial, sepse vajrat esencial në vetvete nuk kanë vetëm efektin e aromës së mirë, ato kanë dhe efekt terapeutik. Vajrat esencial në varësi, për shembull, në një lëkurë ndryshme, unë zakonisht përdor vaj esenciale rozmarine, sepse ai shumë i mirë për lëkurën e ndryshme. Për fytyrat me lëkurë normale, përdor vajin e lavandës, pasi ka efekt terapeutik antistres. Kohët e fundit është vënë në re një dukuri që njerëzit krijojnë, u duket diçka e thjeshtë, të krijosh sapun dhe ti tregtosh. Në momentin që ti krijon një sapun për përdorim tëndin vetjak, për familjen tënde, gjithçka është okej. Po pastaj në momentin që mendon që atë produkt ta tregtosh, duhet që të jesh pak më, le të themi, informuar në lidhje me sapunët, me mënyrën se si bëhen, sepse kam vënë re që edhe abuzohet. Abuzohet në radh parë me cilësinë, së dyti si çdo profesion, si çdo zanat, duhet një formim në mënyrë që ti nesër pas nesër, nga dëshira për të krijuar, po dhe për të shitur, të mos bëhesh burim i problematikave të lëkurës së dikujt tjetër që është duke konsumuar këtë produkt që ti ke krijuar.